As raundi i dytë i censusit nuk e ndryshoi realitetin. Disa komuna në vend sërish nuk arritën pragun e pjesëmarrjes. Dhe kjo nuk është më çështje statistike, është një sinjal social. Njerëzit nuk po dalin sepse ndihen të lodhur nga premtimet që përsëriten çdo 4 vjet, nga fytyra të njëjta që rikthehen me fjalime të reja, por me rezultate të vjetra. Ka edhe një zhgënjim më të thellë, një ndjenjë e përgjithshme se zëri i tyre nuk ndikon më në asgjë. Se vota është bërë një ritual formal, jo një instrument ndryshimi. Kur politika nuk flet më për hallet reale të qytetarëve, qytetarët zgjedhin heshtjen. Dhe kjo heshtje bëhet më e fortë se çdo fjalim elektoral. Në këtë realitet, pyetja nuk është pse njerëzit nuk dalin në votim, por çfarë bëjmë për t'i kthyer besimin atyre. Sepse një shoqëri që nuk beson më në ndryshim, është një shoqëri që ka ndalur se ecuri përpara. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Agora. 2 raunde zgjedhore duket se nuk kanë mjaftuar që të nxjerrin aq sa duhet numerikisht trup votues për të dalë në procesin e votimeve, që të mund të arrihet kushti ligjor i censusit në disa komuna në Maqedoninë e Veriut në këto zgjedhje lokale të 2025-s. Një prej këtyre komunave është edhe ajo e Gostivarit, e cila do shkojë në një raund të tretë votimesh, për shkak të mosarritjes së censusit, edhe pse në fakt ha një diskutim për shkak të numrit shumë të vogël numerikisht pse nuk është arritur ky kusht ligjor. Për të biseduar për këtë çështje dhe shumë çështje të tjera, kam kënaqësinë që këtë Agora sonte ta ndaj me kryetarin aktual të komunës së Gostivarit, por njëkohësisht edhe me kandidatin për të marrë një mandat 4 vjeçar, një mandat të plot në logon e AKI-s, Valbon Limani. Faleminderit që pranove ftesën time për të qenë në këtë Agora. Faleminderit për ftesën, dhe kënaqësi të jem këtu në emisionin tuaj. Në kontekst të kësaj me cilën ne kemi nisur emisionin edhe në editorial, çfarë mendoni se nuk ka bërë aq sa duhet politika, nuk po ju referohem ju personalisht, por politika në përgjithësi që nuk po i bind qytetarët aq sa duhet që ata të ushtrojnë të drejtën e tyre legjitime demokratike të votës? Mirë, kjo mendoj që është një të gërshetim i disa faktorëve të cilët kanë luajtur rol në numrin themi të vogël të atyre që kanë dalë dhe kanë shfrytzuar të drejtën e votës, dhe jo vetëm në Gostivar, edhe në komuna tjera, por nëse vërejmë edhe në nivel të shtetit, do të thënë dalja e votuesve gati se çdo cikël zgjedhor do shkon duke u ulur. Në rend të parë në Gostivar do të kisha thënë që një prej faktorëve gjithashtu i cili ndikon është lista e votuesve, e cila absolutisht nuk është e pastruar si duhet, sepse kemi një listë të votuesve ku ka numër të madh të vdekurve me vite të cilët ende qëndrojnë aty, dhe gjithsesi e bën pak më të rënd apo e bën atë targetin më të lartë për të arritur ai censusi prej 1/3, por padyshim që një prej formave me të cilën qytetarët duan ta shprehin revoltën, duke thënë apo duke menduar se, le të themi, të gjithë politikanët janë të njëjtë, nuk dalin të votojnë, por edhe disa elemente tjera nga informata që i kemi pas, po edhe të qëllimshme, me të vetmin qëllim që kur rezultati dihet paraprakisht, nëse nuk mund të fitojmë, s'paku të bëjmë diçka për ta parandaluar, të themin, në mënyrë administrative. Prap do të them nga ai numër i cili ka dalë të votojë, ai numër nëse referohemi në numrat e, le të themi, popullatës zyrtare rezidente, e cila është 59.770, atëherë i del se diku 45% të popullatës kanë dalë dhe kanë votuar. Mirë po ja që në Gostivar ndodhi që lista e këshilltarëve apo numri i këshilltarëve të përcaktohet me numër prej 59.770, e nga ana tjetër të kemi 83.000 votues të cilët do t'i përcaktojnë këto 23 këshilltarë, që është një paradoks në vete, mirë po ndodhen gjithçka, ja, jemi këtu ku jemi tani, do ta shohim si do zhvillohen në të ardhmen punë. Me që jemi tek një diferencë numerike, diku te 14.000,
Po, në me thënë, Plus minus. 13.000, po, mbi 13.000 vota. Dhe censusi nuk u arrit për diku te 21 vota, 21, 22, Po, diçka e sakt 21 vot mungonin që të arrihet censusi prej 1/3. Tani, nuk gjetet një mekanizëm ligjor që ta t'i kalonit këtë gjë, që mos do t'i kursenit edhe buxhetit të shtetit ca lek të mira? Po dhe do t'ju kursenit njerëzve daljen në një raund të tretë për një numër shumë të Gjithsesi, vogël. kur flasim për norma ligjore, unë edhe vetë personalisht jam legalist dhe du gjithmonë që të respektohen të njëjtat, mirë po, unë besoj që ka momente kur shteti, pushteti, njerëzit apo ato të cilët janë pjesë e politikë bërjes, ndoshta duhet në momente të caktuara të shohin pak më racionalisht dhe të jenë pak më pragmatik. Ne kishim ankesa, do të thonë ankesa të cilat kishin edhe bazë ligjore për 2 vendvotime dhe shpresonim se spaku do na lejohet që në ato 2 vendvotime të mund të votojnë sërish qytetarët e Gostivarit. Mirë po, ato ankesa as pak as nuk u morën parasysh, do me thënë i cilësuan si ankesa të cilët nuk janë të lejuara. Do me thënë për shkak të cenzusit, edhe pse nga ana tjetër, në qoftë se në një vend votim dilnin më tepër për 21 votues se sa raundin e parë, atëherë do të kishim edhe cenzus. Harxhimet për shembull një komunë si Gostivari, kështu parafërsisht janë diku mbi 30 milion denar apo mbi 500.000 euro, të holla të cilat besoj mund të kryen shumë punë tjera më të mira, jo vetëm për komunën e Gostivarit, por edhe për cilën do qoftë komunë në shtetin tonë. Nuk ndodhi ajo, ja tani në konform të gjithë procedurave ligjore, presim që të caktohet data e përsëritjes së votimeve për komunën e Gostivarit. Do të ndalem pak tek ju, nga repartet e spitalit në zyrat e politikës dhe pushtetit lokal. Si e gjetet veten në mejdanin e politikës, që duket jetë goxha më i komplikuar se sa ai mjekësisë? Po, le të themi hapësira në fushën e mjekësisë është shumë më komode, më komforte për ne. Unë pak a shumë do të kisha thënë që jo se ishte rastësi, por nuk ishte diçka e planifikuar, më thënë duke u kthyer diku atje fund 2016 edhe 2017, kur atë kohë kryetari Aleancës për Shqiptarët, zotri Taravari, ishte ministër i shëndetësisë dhe pastaj më njëherë edhe u kandidua dhe fitoi në zgjedhjet lokale të vitit 2017. Kishim biseda të shpeshta rreth të gjithë dukurive të cilat ndodhin në qytetin tonë apo në shtetin tonë përgjithësi. Dhe unë për nga natyra ashtu gjithmonë isha që kjo do të bëhet kështu, ose isha kritik ndaj disa dukurive, personaliteteve kështu me radhë se si duhet të jetë më mirë për të bëmë më mirë. Edhe pas 2-3 herëve më tha, po, unë të kuptoj ty, po tha nuk mund gjithmonë të rish anësh edhe veç tregosh se si duhet ose të kritikosh, nga ana tjetër mos japish kontribut në gjithë këtë proces. Ashtu ndodhi, pas asaj ja unë u bashkangjita me atë qëllim që t'jap një kontribut modest për zhvillimin e shoqërisë tonë, edhe në këtë aspekt në politikë bërje, dhe punët ecën ashtu si ecën, tani jam në këtë pozitë. Me që jemi te kontributi, ja lejon politika ruajtjen e, po e them me një terminologji të njerëzillëkut, mjekut, apo kur të hynë në politikë duhet jesh më i ftohtë? Absolutisht, unë mendoj se politika jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe ndoshta edhe në Ballkan ka nevojë më tepër për njerëz dhe njerëzillëk. Sepse mendoj që një prej kështu faktorëve i cili shumë ndikon tek njerëzit për ta humbur besimin, qoftë në proceset, qoftë në udhëheqjen e institucioneve apo shtetit, është besimi i humbur në politikanët, duke keq përdor në çdo mënyrë thënien se të gjithë janë të njëjtë. Unë mendoj se këtu tek ne kemi shumë njerëz edhe kualitativ, edhe shumë profesional, por edhe shumë të mirë, të cilët mund të bëjnë një politikë bërje ndryshe me të vetmin qëllim që
ta kthejnë besimin tek popullata, tek qytetari dhe gjithsesi ta bëjnë jetën e qytetarit më të mirë. Ju e keni marrë mandatin, ose le të themi drejtimin e komunës së Gosivarit, diku në korrik të 2024-s, nëse s'gaboj. Po. Mendoni se keni pasur mjaftueshëm kohë për të treguar aftësitë, përgatitjen, disponimin tuaj për të bërë ndryshime në këtë komunë? Apo mendoni se koha nuk ju ka favorizuar? Mirë, koha të cilën e kam patur më 8 korrik 2024 e mora unë detyrën si kryetar i komunës së Gostivarit dhe prej atëherë më thënë kaluan diku afër 16 muaj. Patjetër të them që përkundrejt asaj se ne, jo vetëm unë, po unë bashkë me ekipin tim, të gjithë kemi punuar me shumë përkushtim, domethënë gjatë atyre 16 muajve, ndonjëherë ndodh që të jetë edhe gërshetimi rrethanave që të mund ta bësh dhe ta tregojsh atë më të mirën prej vetes. Unë mendoj që ishte një periudhë edhe e rëndë, por edhe shumë them kështu efikase për komunën e Gostivarit. Në atë periudhë normal kishte edhe thirrje të ndryshme, realizuam dhe jemi duke realizuar goxha projekte në numër ndoshta mbi 60, kështu që besoj që ishte moment i mirë që ndodhi ashtu, por si periudhë mendoj se është periudhë e shkurtë për ta treguar një kandidat apo një njeri tërë potencialin që e ka dhe që mund të bëj për komunë apo për cilën do qoftë institucion. Cilat kanë qenë ato projekte që mendon se keni arritur ti zhvilloni aq sa duhet, ashtu siç duhet në këtë periudhë 16 muaj? Po mirë, shumica e projekteve janë projekte infrastrukturore, por gjithsesi kemi të bëjmë edhe me një laramani duke përmendur tu edhe disa shkolla fillore, duke përmendur edhe terene sportive, edhe fusha të gjelbërta, por edhe rikonstruime të rrugëve, kanalizime fekale dhe atmosferike, si dhe ujësjellët, domethënë të gjitha ato problemet esenciale të cilat i tangojnë qytetarët tanë, jemi munduar që të disperzohemi dhe të jemi gati se çdo kund ku ka nevojë, edhe pse komuna është një proces dinamik i cili gjithmonë kërkon ka kërkesa apo qyteti, edhe jemi munduar që të përgjigjemi ndaj çdo kërkese apo sfide. Normal nuk mundemi në të njëjtën kohë në të gjithë vendbanimet të arrijmë, dhe mbi të gjitha kemi qenë parimor dhe aty ku e kemi ditë se nuk mund të planifikojmë për një periudhë të caktuar, asnjëherë se kemi thënë se do ta bëjmë. Domethënë aty ku s'kemi pas mundësi, u kemi thënë që do na duhen 2 ose 3 vite për ta përgatitur qoftë dokumentacioni apo qoftë diçka tjetër. Dhe me këtë besoj që është një hap shumë i mirë. Prapë do të kthehem te ajo për ta rikthyer besimin tek popullata, se disa gjëra duhet thënë troç, ato që nuk mund t'i bëjmë në moment të caktuar, është më mirë ta themi të vërtetën se nuk mund t'i bëjmë, se sa të bëjmë kalkulime, le të themi kështu, politike. I përmendët pak thirrjet dhe aplikimet që keni bërë. Komuna e Gostivarit ka marrë goxha nga projektet të cilat janë shpallur në 2 thirrje. Megjithatë, duket se kjo ka ndodhur atëherë kur i kishit punët mirë me pushtetin qendror. Tani, sa e vështirë është të udhëheqësh një komunë kur je opozitar me pushtetin qendror, se kur je në të njëjtin kahë është një çik më e lehtë. Thirrja e parë e qeverisë ka qenë kur ne ishim pjesë e qeverisë të kësaj qeverie dhe atëherë fituam diku afër 2.7 milionë euro, 13 projekte në thirrjen e parë. Aplikimi i thirrjen e dytë na gjeti në qeveri, mirë po menjëherë pas asaj ne dolëm dhe nuk ishim pjesë e qeverisë, domethënë kur vendoseshin projektet se cilat projekte do të aprovohen. Mirë po edhe përkundrejt kësaj, mund të them diku mbi 90% projekteve u aprovuan, por nga ana tjetër gjithsesi patjetër të përmendi se i gjithë dokumentacioni teknik me aplikacionet, me gjithë dokumentet të cilat ishin të nevojshme, ishin kështu të kompletuara me plot precizitet, me plot përkushtim, kështu që besoj që ishte edhe reflektim i anës tjetër, por ishte edhe përgatitje e mirë e ekipit të komunës Gostivar.
Dy nga sektorët më të ndjeshëm në pushtetin lokal, padyshim që është arsimi dhe shëndetësia. Ju vini nga sektori i dytë. Si është ecuria e këtyre dy sektorëve ose cilat janë ato projekte më të rëndësishme apo investime më të rëndësishme që ju keni bërë gjatë kësaj kohe që keni udhëhequr me komunën e Gostivarit? Mirë, arsimi gjithsesi është një prej sektorëve shumë të rëndësishëm dhe gjatë tyre 16 muajve kemi patur punime apo projekte në 4 shkolla fillore dhe gjithë kanë të bëjnë pak a shumë me efikasitetin energjetik, domethënë edhe me ndrimin e dritareve, por edhe me ndrimin shembull e poçave elektrike edhe disa intervenca tjera në brendi të shkollave, gjithashtu me renovimin e toaleteve, domethënë e gjitha ajo në kahje për të nxënësit për të patur kushte më të mira për të zhvilluar procesin arsimor. Se i përket shëndetësisë, për fat të keq, komunat nuk kanë as pak kompetenca sa i përket shëndetësisë dhe përveç aktiviteteve kur së bashku ose me shoqatat e pacientëve të ndryshëm apo me shkollat e mesme të mjekësisë, aktivitetet që kanë të bëjnë me ditat ndërkombëtare. Do të thonë aktivitete këtilla jashtë kësaj për shkak të kompetencave. Del jashtë kompetencave tuaja. Kufizuara në fakt as pak që nuk kemi se si të veprojmë ndryshe. Një nga pikat tuaja që jeni referuar në fushat ka qenë ekonomia, turizmi lokal. Çfarë konkretisht keni menduar për këto sektor? Po mirë, ekonomia në atë drejtim kemi folur pak më tepër për të inkurajuar të rinjt, por gjithsesi edhe gratë që të nisin apo që të punojnë, të kenë bizneset e veta. Keni pas një projekt në stadion për moshat poshtë 30 vjeçare? Disa prej masave të cilët bizneset reja. Ishim pjesë e fushatës, por gjithsesi do të jenë edhe pjesë e programit, nëse gjithçka shkon në rregull në zgjedhjet e radhës, është për ato moshën deri 30 vjeç, do të ketë subvencionim prej 60.000 denarësh për çdo të ri i cili do të hapë startup, por gjithashtu do të ketë nga 60.000 denar për gratë të cilët do të hapin biznese, startupe të reja. Këto janë dy prej masave të cilat i kemi parashikuar, gjithsesi këtu edhe do të ketë një shtesë, domethënë ndihmë shtesë për ato të rinjt, do të jenë jo të rësisht të liruar se nuk lejon ligji, por do të lirohen ndoshta 7-80% më lirë taksat komunale të cilat vjetore të cilat duhet t'i paguajnë. Sa i përket zhvillimit të le të themi turizmit lokal, së bashku me disa organizata jo qeveritare, jemi duke përpiluar një program apo një ofertë për të cilën do të jenë të njohtuar të gjitha ato të cilët duan të vizitojnë qytetin ton, por gjithsesi përveç kësaj kemi edhe disa plane për projekte posaçërisht të fondacioneve ndërkombëtare me të cilat duam të shtojmë ofertën të cilën mund ta jep Gostivari si qytet. Me që jemi tek oferta që mund t'japi Gostivari si qytet për gjëra që mund të bëhen më mirë në këtë qytet. Duket sikur gjëja më e kollajt është të thuash ato që ke ndërmend të bësh. Unë të doja si pjesë e menaxhimit të këtij qyteti. Përveç atyre që mendoni se keni bërë mirë dhe ato që planifikoni të bëni mirë. Çfarë mendoni se nuk ka ecur si duhet ose çfarë ju ka çeduar në menaxhimin e këtij qyteti? Ku mendoni që shiko, këto i kemi bërë, po këtu kemi çeduar? Dhe arsyet se pse? Arsyet. Se ka disa problematika që i shohin qytetarët. Procesi i decentralizimit është procesi i cili ngulfat të gjithë komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut për fat të keq. Dhe janë në shtetin tonë për herë të parë ndodh që komunat të kenë një thirrje dhe një program ku do të mund të aplikojnë dhe të marrin të holla, siç ishin këto dy thirrjet e fundit për kredin hungareze. Nga ana tjetër, jo shumë larg prej këtu në Kosovë, në vitin 2025, nëse nuk gaboj, diku 788 milion euro janë ndarë, fakt janë planifikuar dhe janë ndarë për komunat
e Republikës së Kosovës, ndërsa për vitin 2026 janë planifikuar 840 milion euro, të gjithë shkojnë për zhvillim të atyre komunave në fushat të ndryshme, duke përfshirë edhe infrastrukturën, por edhe kulturën, sportin e kështu me radhë. Tani kur flasim për Maqedoninë, me një proces të decentralizimit i cili ka ngecë dikund vite me radhë dhe ku mundësitë financiare të komunave janë të kufizuara, problemet me të cilën ballafaqohemi të gjithë komunat pa përjashtim është se nuk mund të arrish të përgjigjesh të gjithë kërkesave të qytetarëve komfort të hyrave të cilat i kanë komunat. Mos flasim për komunat rurale, po edhe komunat urbane, kështu që ajo që nuk shkon si duhet është se mundësitë financiare të komunave me këtë sistem të funksionimit janë shumë të kufizuara dhe prandaj nuk mund të përgjigjesh të gjithë sfidave të cilat paraqiten. E një nga problemet shtesë, shembullun të cilën e kam folur gjatë tërë kohës, është edhe funksionimi në arsimin edhe mesëm edhe fillor, ku blok dotacionet të cilat shteti apo Ministria e Arsimit i lëshon deri tek komunat, me këto blok dotacione gati se 98-99% mbulohen të pagat e mësimdhënësve. Dhe për te kësaj nuk mbetet asgjë për të gjithë harxhimet tjera operative të cilat i kanë shkollat, atë cilat janë goxha të larta, duke nisë nga transporti i nxënësve, nga zemja gjatë muajve të dimrit, e deri tek harxhimet tjera, harxhimet të cilat shembull në Gostivar në mujore janë diku afër lëvizin prej 65 deri 80-90.000 euro në muaj. Edhe duke ditë që të hollat të cilat mbesin për dotacioneve janë 100.000 denar, 1.500 euro, nga ana tjetër kemi kosto të harxhimesh prej 60.000, 70.000 deri 80-90.000 euro, thonë çdo muaj komuna duhet të intervenon me 70-80.000 euro për ta mirëmbajtur procesin arsimor. Dhe ja këtu me një arvim deri te një cifër prej deri 1 milion euro, të cilat në vend që të shkojnë për investime kapitale, shkojnë për intervenim në arsim. Këto edhe shumë elemente tjera janë ato të cilat e ndalojnë një kryetar që të mund të përgjigjet të gjithë sfidave. Mund të ndaloj një kryetar për të përgjigjur gjitha sfidave, por një kryetar ka një sfidë tjetër që t'jetë kryetari të gjithë qytetarëve që përfaqëson, edhe komsive. Gostivari ka një specifik në këtë element, si arrini ti menaxhoni kërkesat që kanë të gjitha komsit që mund të kenë edhe sa kërkesa më specifike në komunën e Gostivarit. Si arrini të jeni të drejtë në menaxhim me të gjithë? Gostivari është një shembull kështu i një qyteti shtat multietnik dhe multikonfesional dhe besoj që funksionon, mos them gati se në mënyrë të përkryer. Si arrim, asnjëherë gjithmonë nisemi prej asaj se asnjëherë nuk duhet një grupacion apo një etni tjetër ta bësh të ndjehet ashtu siç nuk do të deshe ti të ndjehesh. Edhe gjithmonë kur bisedojmë me ekipin, unë them, paramendoni nëse ne ishim në vendin e tyre, si do të ndjeheshim nëse na trajtonin kështu ose ndryshe. Edhe prandaj gjithmonë tendenca është që të ketë kështu inkluzion të tërësishëm të gjithë etnive, me të gjithë edhe eventet të cilin i kanë, por edhe datat e rëndësishme të cilat duan t'i festojnë, dhe kemi arritur që të ketë një harmoni të mirë. Për shembull, Gostivari është njëra prej komunave ku para komunës së Gostivarit valvitet edhe flamuri i Romëve, i cili është një ndër shembujt e rrallë, shembull në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe kur kemi pas polemika me disa këshilltarë të etnive tjera, sepse atëherë u vendos veç për datën 8 prill, por mbeti vazhdon të jetë aty. Më pyetën, po a ishte veç për 8 prill, pse? Po një pyetje të thjeshtë thash, a të pengon diçka e flamur? Nëse nuk të pengon, atëherë pse duhet ta hekim? Nëse i jep një ndjenjë se një etni, gjithëpërfshirës. Po, se një etni apo një qytetar i jep një ndjenjë gjithëpërfshirëse, i jep një ndjenjë pozitive, të ndjehet se është pjesë e këtij qyteti, e kësaj komune, atëherë pse duhet të pengon një flamur i komunitetit rom? Dhe prandaj gjithmonë qasja është e tillë dhe deri tani gjërat kanë shkuar si duhet. Në këtë raund të tretë,
me gjithë një diferencë të konsiderueshme, edhe pse kampi tjetër nuk ka konfirmuar akoma një figurë që do të jetë në këto zgjedhje. Mendoni se mund të kemi surpriza? Se politika në vetvete di të surprizoj. Po, gjithmonë politikë janë, surprizat janë pjesë e politikës, mirë po unë mendoj që periudha është shumë e shkurt që të mund të ndrohet disponimi i një qyteti apo i një komune. Prapë do të them duke u referuar rezultateve në raundin e parë, unë nuk besoj se mund të ndodhin surprizat të tilla, por me një konstatim kështu final se në fund, fjalën e fundit e kanë qytetarët dhe besoj që ato prapë do të shprehin vullnetin e vetë, kurdo që të mbahen në zgjedhje. Nëse ata e konfirmojnë këtë vullnet dhe ju riktheheni në zyrën e kryetarit të komunës së Gostivarit për të menaxhuar tashmë jo për 16 muaj, por për 4 vitet e ardhshme. Cilat janë disa nga projektet më të rëndësishme që ju do t'i vendosni në tryezën tuaj për të nisur nga aty? Disa nga projektet më të rëndësishme për ju, por që ju i ndjeni si projektet më të rëndësishme dhe për qytetarët e qytetit tuaj. Projektet të cilat besoj që do t'i japin një dimension tjetër qytetit dhe do t'a transformojnë qytetin, është ura tek gjykatat e që ne kemi quajtur gjatë kampanjës ura e harmonisë, një urë e re, domethënë në vend të urës së vjetre e cila duhet të rrëzohet dhe të ndërtohet një e re me një urë moderne, me 4 korsi, me korsi për biçikleta dhe korsi për këmbësor. Gjithashtu sheshi, domethënë i qytetit të Gostivarit, për të cilën kemi një projekt ideor dhe unë jam shumë optimist se në ato 4 vite do ta gjejmë edhe mënyrën se si ta realizojmë, një shesh i ri modern me 9 kalime dhe me parkinge nëntoksore. Kemi gjithashtu edhe një parking nëntoksor afër godinës apo objektit të komunës së Gostivarit, si dhe hapja një bulevardit kryesor, asaj arterjes kryesore të qytetit tonë. Unë mendoj që me këto 3-4 projekte do të ketë një dukje të re dhe një transformim Gostivari. Shpresoj dhe zotohem se do të bëj çmos që këto pas atij afatit apo pas mandatit 4 vjeçar të jenë realitet. Një pyetje drejt për drejt. Ku do i merrni gjithë ato para për t'i bërë këto projekte? Këto projekte janë projektuar në atë mënyrë që të mund të ndërtohen nga ana e komunës me fonde të cilat eventualisht mund të vinë siç ishin thirrjet nga qeveria, por gjithashtu kemi edhe modelin e partneritetit privato-publik, ku gjithsesi kompani serioze të cilat do ta shohin të arsyeshme se mund t'i realizojnë të njëjtat, mund të jenë pjesë e realizimit të këtyre projekte. Cila do të ishte gjëja më e rëndësishme që mbas 4 vitesh ju do doni t'i linit Gostivarit, që të mbahet mend se e keni bërë ju? Po, në përgjithësi këto 3-4 projekte të cilat i përmenda, për ura besoj që do të jetë një prej kështu projekteve i cili do të mbetet si dëshmi e punës time, sepse për urën edhe janë siguruar edhe mjetet, do të jetë njëri prej elementeve, por ka edhe disa punë tjera, hapje disa rrugëve të reja, për shembull që lidh fshatrat Çegran, Forin dhe Çal, një rrugë për të cilën është folur mbi 30 vite dhe vetëm kanë filluar punimet dhe është duke u realizuar. Mbi të gjitha, përveç projekteve do të kisha dashur të mbahem mend si një kryetar i cili ka punuar me shumë përkushtim për qytetin e vet dhe për Gostivarasit dhe në fund ka dalë faqe bardhë. Unë uroj që të jetë kështu, uroj që mbas 4 vitesh të ulemi ta bëjmë sërish këtë bisedë për t'i konfirmuar këtë që po premtojmë sonte. Unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë emision, ju uroj suksese. Ju falenderoj dhe juve, besoj që të shihemi në emisionet e radhës. Të dashur shikues, ne do të përshëndetemi këtu, do t'ju lëmë sërish takim të shtunën e ardhshme në orën 20:30 në Almak Press. Deri atëherë, mirëmbëjtje.